Dibran, ju e dini që gjatë gjithë këtij procesi, prej përfundimit të zgjedhjeve parlamentare të datës 28 dhjetor dhe prej fazës ku ne kemi filluar takimet tona për çështjet presidentit, cilat ka ndodhur vonë, prej thirrjeve të zotit Kurti, thirrjeve të para të tij që takoheshim, Partia Demokratike e Kosovës e ka dëshmuar konstruktivitetin e saj, njëherë për një kandidat konsensual, që ka qenë një emër i familjes Jashari, e pastaj, natyrisht në takimin tjetër ne kemi propozuar që e drejta e nominimit ose propozimit t'i takoj Partisë Demokratike të Kosovës, pra kemi qenë në çdo takim të ftuar nga zoti Kurti, kemi qenë në secilin përpjekje për t'i dhënë Kosovës institucione të reja, në këtë rast president, mirëpo që keni pa që veprimet e zotit Kurti kanë qenë veprime të njanshme, të cilat janë veprime larg konsensusit, janë veprime të cilat e largojnë Kosovën nga agjenda e zhvillimit të saj, mirëpo i hapin rrugë një qasje autoritare dhe të rrezikshme që rrezikon ta rënoj sistemin demokratik të Republikës Kosovës. Pra, edhe sot, por edhe në tërësi që kemi gjatë mandatit të fundit, 6 vjeçar, gjatë qeverisjes së zotit Kurti, në vazhdimsi kemi pasur shkelje të kushtetutës, vetëm dje është bërë kapje arbitrare shtetit me borde, plotësim të bordeve të institucioneve të rëndësishme, siç është Agjencioni i Akreditimit të Republikës Kosovës, siç është shkarkimi i Komisionit për dhënien e provimit të jurisprudencës dhe emërimi i një komisioni të ri që i përshtatet kësaj qeverie, po ashtu kemi pasur edhe një dje emërimin e bordit të AKP-s me emra politik dhe po flasim për një institucion me të cilin zoti Kurti ka abuzuar një kohë të gjatë para se të vinë pushtet. Pra ai ka mashtruar në vazhdimsi opinionin publik që sa po të vinë në pushtet do të ketë natyrisht nuk do të flitet më për agencionin e privatizimit, ndërkohë që ne kemi vazhdimsi të politikave të tij mashtruese ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilët janë lënë në harres. Pra, e pa që në momentet e fundit kur po shihej qartësisht që nuk ka vullnet politik, shumica parlamentare u thequr nga Albin Kurti që të jap vendit institucione të reja, ai filloi me lojën e dorëheqjeve të kandidatëve të tij, duke provuar që të krijojë fajsi, ta bëj fajtor dikë për fajin dhe papërgjegjësinë që ai e ka pasur. Po e them, ne jemi duke përcjell zhvillimet në kuvendin e Kosovës me seriozitet të madh dhe mu për këtë zoti Hamza ka pasur gjatë gjithë ditës takime të njëpasnjëshme me të gjitha strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, me kryesinë, me grupin parlamentar. Në orën 17 do ta ketë një takim të ri me kryetar të degëve të Partisë Demokratike të Kosovës për të diskutuar lidhur me nevojën që duhet ta ketë kjo parti për ruajtjen e institucioneve të Republikës Kosovës. Çfarë kupton kjo?